Baton Haxhiu. Edi Rama është anormal, bëri të padëgjuarën deri më sot. Të gjithë thonë që kanë bole, po Edi Rama i heq brekët dhe i tregon. Pra, sipas kësaj logjike, të kesh bole që ka virtyt i madh, shpërblim i natyrës, ndërsa gratë që nuk i kanë, që kanë të pavlera. Një gjë është e vërtet. Brekët i pati hequr në plazhin e Francës, kur nuk duheshin bole. Por pran Trumpit nuk duhej t'i hiqte brekët, duhej të kërkonte antarësimin e Kosovës në NATO. Sepse kundër gjykatave të pavarura as në Amerikë Trump nuk mund të bëjë asgjë. Ajo që tha Rama nuk ishte asgjë tjetër veç se folklorizëm politik, një deklarat për publikën brenda dhe mbi të gjitha për ndërgjegjen e vet. Po e luftonte në Amerikë atë që e kërkoi me helikopter në Prishtinë. Balluku foli për palloshin e gjatë, Haxhiu për bolet e Ramës, dhe kështu e shndëruan kryeministrin në një kryeministër gjenital. Tër pushtetin dhe filozofinë e tij e reduktuan aty poshtë. E para është zëvendësia e tij, i dyti driver, i cili mrekullohet me potencën boloze të kryeministrit dhe arsyeton çdo mendim të tij si të ishte i shenjtë. Rama nuk do të dëmtohet nga kritikuesit. Një ditë do të fundoset pikërisht nga qend që i rin rrotull. Prej tyre do të kafshojnë, ta lehin ende për të. Pyetja është vetëm kur. Dhe ky kryeministër, sapo i veshi brekët, zbriti në Tiranë dhe bashkë me Vučićin shkrojnë në një gazetë të madhe gjermane se duan të pranohen në BE, edhe me Serbinë pa shtet ligjor. Pra, sipas kësaj logjike, në Beograd pat kërkuar njohjen e Kosovës. Në Tiranë shkroi statusin për asociacionin serb pa e pyetur Kosovën. Pran Trumpit i hiqi brekët, në Tiranë i veshi për Vučićin. Cila ishte më mirë? Zhveshja apo veshja. Sidoqoftë është balancë morale. Për Serbinë, vepra konkrete, me shkrim, status, marrëveshje, artikuj. Për Kosovën, vetëm verbalizëm. Ai përpiqet ta shpëtojë Vučićin në krizë, brenda dhe jashtë, sepse edhe vetë ndodhet në të njëjtën gjendje. Nëse dëgjohen si flasin, nuk mund të ishin më të ngjashëm, edhe sikur të ishin vëllezër. Nuk tregohen kur në Beograd thohet ajo që e di gjithë bota. Nuk tregohen bole as kur thohet vepro kundër gjykatës. Sidomos kur gjatë kohës që ata ishin në burg, Rama me pasion luftonte për krah Vučićit për Ballkanin e hapur. Dhembja nuk shfaqet pas 5 vitesh, ajo ndihet në fillim. Bole nuk duhen për ato gjëra. Duhej për të shkruar statusin e Zajednicës pa ja kërkuar Kosova. Bole duhen për ta ndihmuar Serbinë kur ajo ka rreth 40 baza ushtarake pranë kufirit të Kosovës. Bole duhen për të ardhur në Prishtinë edhe pas 2 sulmeve serbe dhe për të ushtirur sikur nuk ka ndodhur asgjë. Bole duhen për të fituar titullin kryeministri më i mirë i serbëve që nga Nikola Pashiqi, duke qenë njëkohësisht kryeministri i Shqipërisë. Kaq. Autor Liz Bukuroca, leximi Inteligjenca Artificiale.